Përshëndetje shikues të Blu, takojmë së bashku në orën 19 me zhvillimet kryesore të ditës nga vendi dhe rajoni ose dhe më gjerë. Do ta nisim me programet e reja akademike dhe përgatitja për tregun e punës, ku Universiteti Ismail Qemali në frontin e arsimit modern, me të gjitha standardet, europianizimin, me të gjitha praktikën me bizneset apo institucionet, dhe ndajmë për këtë praktike dhe për këtë të themi platform akademike, do të ndajmë fjalën dhe analizën me rektorin e Universitetit Vlorës, zonjën Aurela Saliaj. Përshëndetje zonja Saliaj, si kaluat? Përshëndetje, mirë falemderit, mirë sa u gjeta. Falemderit që pranuat ftesën për të qenë në lidhjen direkte në Blu Televizion në këtë speciale. Zonja Saliaj, ne kemi programet e reja, ku konsistojnë dhe çfarë mund na tregosh më tepër lidhur me to? Në Universitetin e Vlorës, këtë vit akademik, do të thënë vitin akademik 2025-2026, do hape një rekord programesh akademike të gjitha niveleve dhe të gjitha llojeve të diplomave. Do hapen gjithsej 10 programe akademike të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve dhe gjithashtu presim të hapim përspari dhe të rihapim dhe 2 programe doktorature në fushën e shëndetit dhe në matematik, në fushën e shkencave eksakte, që është një program ekzistus, ky program i fundit, por që do të riaktivizohet këtë vit. Do hapen programe 2 vjeçare, diploma profesionale 2 vjeçare, programe bachelor, programe master, programe double degree, por dhe programe joint degree. Nuk e di nëse kam kohë që të sqaroj apo të ndalem pak më gjatë te këto 2 programet e fundit, të 2 programet joint degree që do hapi këtë vit Universiteti i Vlorës. Njëra prej tyre është një program master në joint degree në inxhinieri armatimi me profil minor në aviacion dhe në naval, është një program i përbashkët me Akademinë e Forcave të Armatosura. Do të zhvillohet si program master mbi bazën e programeve bachelor të inxhinierisë që ne i kemi tashmë, program bachelor në inxhinieri elektrike, në inxhinieri mekanike dhe në inxhinieri navale, që të tre këto profile, do të thënë studentët që do përfundojnë studimet në këto profile kanë mundësi që të zhvillojnë studimet master 2 vjeçare, master shkencor në inxhinieri armatimi. Është një formim akademik i cili është jashtëzakonisht shumë i nevojshëm në aspektin në kuadrin e zhvillimeve gjeopolitike, të zhvillimeve politike, sociale, të cilat po kalon jo vetëm Shqipëria, por gjithë globi. Dhe është një risi në programet akademike të universiteteve shqiptare, është herë e parë që hapet një profil i tillë në nivel master, por edhe në nivel bachelor. Dhe pa diskutim do të shërbej politikave strategjike të mbrojtjes dhe të sigurisë kombëtare. Ndërsa programi tjetër joint degree është prap një nga krenaritë e Universitetit të Vlorës në këtë vit akademik, është një program i përbashkët me Universitetin Politeknik të Barit, programi bachelor, është nivelit bachelor në shkenca arkitekturore në trashëgimi kulturore. Dhe ky program është një program unik në territoret shqiptare, në gjithë rajonin, zhvillohet për herë të parë në Universitetin e Vlorës, me specifika shumë të veçanta në nxitjen e turizmit, në përmirësimin apo në incentivimin e aseteve të trashëgimisë kulturore që ka gjithë rajoni, jo vetëm Vlora, po edhe zonat e Beratit, të Gjirokastrës, që janë zona të ruajtura në mbrojtjen e UNESCO-s dhe që do kenë jashtëzakonisht shumë nevojë për dorën e profesionistëve që do dalin nga Universiteti i Vlorës. Ky program do të zhvillohet në gjuhën angleze, tërësisht anglisht, 80% e pedagogëve janë të Universitetit Politeknik të Barit, të cilët do të vinë këtu dhe do ta zhvillojnë pjesën më të madhe të mësimit, të veprimtarisë akademike në Universitetin e Vlorës. Pastaj 1 apo 2 semestra do të zhvillohen në Itali dhe diploma përfundimtare që do merret do jetë një diplomë EBS. Pedagogët italian, koordinatori italian në veçanti i këtij programi, është jashtëzakonisht i obsesuar që ne të ofrojmë një program të përbashkët të nivelit ekselent, jo thjesht për të marrë një diplomë,
por për të patur mundësit më të mira për ta potencuar përdorimin e kësaj diplome më vonë, jo vetëm nëpërmjet veprimtarisë akademike, jo vetëm nëpërmjet ofertës akademike për studentët, por veçanërisht në zhvillimin e aktiviteteve ekstrakurrikulare të fushës së kërkimit shkencor. Do vinë shumë specialistë të njohur të fushës, ekspert të fushës, arkitekt të njohur mbar botror, të cilët do zhvillojnë në mënyrë të vazhdueshme seminare, konferenca, trajnime të posaçme me këta studentë në mënyrë që formimi i tyre të jetë një formim ekselent. Ky program i gjuhës angleze do të jetë i hapur për studentë ndërkombëtar. Në 50 kuotat e para që janë përcaktuar pak a shumë, 15 kuota do të vinë nga Italia, nga studentët italianë, ndërsa 25 kuota të tjera do jenë për studentë shqiptar dhe për studentë ndërkombëtar. Por gjithmonë me një nivel ekselencë, se po e theksoj shumë, po ka të bëjë dhe me nivelin e pranimit, do ketë një mesatare pranimi, do të thënë nuk do pranohet çdo lloj arritje akademike e shkollës së mesme, por vetëm ata më të mirët do merren në një testim paraprak, në intervistë nga profesorati italian, dhe jam e bindur që të paktën në këto vite ky program do jetë kurora, do jetë diamanti i programeve akademike të Universitetit Ismail Gjemal. Zonja Saliaj, në çfarë nevoja është të tregut të punës, qoftë lokale dhe kombëtar, u mbështet Universiteti i Vlorës ose të bashkëpunoj për ndërtimin e këtyre programeve risi për ne? Programet që janë ofruar këtë vit, që janë aplikuar dhe do fillojnë, do hapen, do funksionojnë këtë vit akademik, programet e reja janë të tëra të piketuara mbi bazë të nevojave më emergjente apo më të spikatura të tregut të punës. Duke filluar që nga dy programet që sapo prezantova, inxhinieri armatimi dhe shkenca arkitekturore në trashëgimi kulturore, jo thjesht arkitekturë e përgjithshme. Që të dyja janë nevoja imediate të tregut të punës, ashtu siç i parashtrova, por jo vetëm ato. Këtë vit do hapen programe 2 vjeçare dhe master në operator turistik në Universitetin e Vlorës. Do hapet një program 2 vjeçar në asistencë geriatrie për punonjës të specializuar për rezidencat e moshave të treta. Një treg shumë i shpejt, për të cilën ka shfaqur shumë interes nga biznesmen të huaj për të zhvilluar pikërisht në rajonin e Vlorës, në rajonin ton, dhe ne tashmë jemi gati që të ofrojmë specialistët e përshtatshëm për këtë treg pune. Po kështu, një program i ri, një program tjetër që do hapet, është program për dizajn grafik. Dhe për këtë nuk ka nevojë të bëj koment se sa i kërkuar është në këtë mediatizimin e përgjithshëm të jetës sonë, apo edhe në çdo lloj prezantimi të digitalizuar që i bëhet të gjitha aspekteve të ekonomisë. Kështu që të gjitha programet, për shembull edhe matematikën informatike, do hapet një program i ri i cili do jetë një gërshetim, jo i thjesht matematikës, por i gërshetuar dhe me data analizën, shkencën e të dhënave, inteligjencën artificiale, që do të thotë i kemi dhënë, i japim një natyrë, i japim një profilizim matematikës, jo thjesht në atë matematikën klasike, por të përshtatur për zhvillimet sociale, për zhvillimet ekonomike, për zhvillimet e tregut të punës aktual. Kështu që nëpërmjet këtyre programeve të reja ne synojmë jo vetëm që të diversifikojmë ofertën akademike të Universitetit të Vlorës, që pa diskutim diversifikohet. A keni patur bashkëpunim me Saliaj? Urdhroni? Keni patur bashkëpunim me faktor të jashtëm, ndoshta institucione ose biznese në ndërtimin e tyre? Patjetër edhe në prezantimin. Absolutisht po, çdo gjë sigurisht është bërë në bashkëpunim me institucionet e biznesit, me institucionet e tjera akademike, por shikoni, në bashkëpunim për krijimin e një programi nuk është se ngrihet kështu ad hoc, ose në mënyrë të menjëhershëm që merresh me një biznes, hajde se do krijoj një program. Bashkëpunimi i Universitetit të Vlorës me të gjitha bizneset, me gjitha institucionet publike dhe private të cilat operojnë
në rajonin tonë në Vlorë, por edhe në qytetet, në zonat përreth Vlorës, është shumë i hershëm dhe është shumë i ngushtë, sepse neve kemi një numër shumë të madh marrëveshjesh, bashkëpunimi me të gjitha llojet e institucioneve, me bankat, me spitalet, jo vetëm në Vlorë, po edhe në Fier, 2 spitalet që janë në Fier. Në Vlorë kemi prapë 2 spitale rajonale, spitalin psikiatrik dhe spitalin rajonal, që janë institucione shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme. Kemi kontrata për bashkëpunimi me gjykatën e Vlorës, me OSHN, me drejtorin, me gjithë, me bizneset, me hotelerin lokale. Janë marrëveshje bashkëpunimi të cilat janë krijuar më së pari për mundësimin e praktikimit të studentëve, që studentët në auditoret tona do marrin pa diskutim formimin teorik, që ai është hapi i parë, themi, drejt formimit të tyre profesional pa diskutim, por këtë do ta kenë të lidhur ngushësisht, të gërshtetuar ngushësisht me praktikimin e njohurive teorike që marrin në të gjitha institucionet dhe në bizneset. Dhe nga ky bashkëpunim me këto institucione, pedagogët tanë, të cilët realizojnë ato mundësimin e praktikimit të studentëve, lidhjen, angazhimin e studentëve dhe lidhjen e këtyre institucioneve me dokumentacionin standard të Universitetit të Vlorës, gjatë këtij bashkëpunimi pedagogët pa diskutim kanë evidentuar dhe pikat më të nxehta, zonat më të kërkuara të tregut të punës. Shiko, ne jemi së pari të interesuar për të ofruar programe në tregun e punës, sepse ekzistencën e programit nuk e siguron ekscelenca në mësimdhënie. Kemi pasur, edhe kur kemi pasur një numër shumë të lartë studentësh, edhe programe që ka qenë në shkëlqimin e tyre më të lartë, në pikat më të shkëlqysh, nuk është se kanë pasur pedagogë më të përgatitur se sa kanë sot. Përkundrazi, pedagogët që kemi sot janë shumë herë më të kualifikuar se pedagogët para 10 viteve të themi. Jo vetëm sepse kanë nesur në përparimin e tyre individual, në përparimin akademik, kanë marrë tituj akademik, kanë marrë grada shkencore, por niveli i shkëmbimeve ndërkombëtare në 5 vjeçarin e fundit të themi ka qenë i jashtëzakonshëm, i niveleve që s'ka qenë ndonjëherë më parë. Pedagogët tanë gjithkohës vënë e vinë për institucionet arsimore të BE-s nëpërmjet programeve Erasmus, sigurisht, dhe pastaj dhe në më tej edhe nëpërmjet programeve KOS, dhe kanë një formim dhe kanë kapacitete të jashtëzakonshme. Por megjithatë jemi para faktit që shumë programe nuk kanë më interes për student, për gjimnazistët. Por kjo që t'i kthejmë prapë asaj që thash më përpara nuk ka të bëjë me atë çfarë ne u ofrojmë apo me kapacitetet e stafit. Kjo ka të bëjë me tregun e punës. Ata mendojnë studentët, gjimnazistët, kur mendojnë të marrin një profesion sot, nuk mendojnë vetëm pasionin e tyre, por mendojnë edhe për ardhmërinë e profesionit që ata do kenë. Dhe është pikërisht kjo ardhmëria e profesionit në tregun e punës që ka bërë që disa programe të mos kenë më interes dhe të vënë drejt një reduktimi të rëndësishëm të numrit të studentëve. Dhe pikërisht për këtë arsye programet e reja që kemi hapur, neve kemi piketuar pikërisht në ato drejtime të tregut të punës që duket të kenë shumë më tepër interes sot, ose kemi bërë kombinime dhe ndërthurje të tilla si në rastin e matematikës informatike, për të futur elemente praktike, elemente të kërkuara nga tregu në një profesion tradicional siç është profesioni i matematicienit. Kështu që unë ju falenderoj që na prezantuat dritaren e re të universitetit. Më fal, të lutem se nuk Po, ju falenderoj që na prezantuat dritaren e re të universitetit, edhe jam e bindur, edhe pse ju jeni në sezon provimesh duke ju ruar sukses, edhe viti 2025, viti 2026 akademik, kam përshtypjen që studentët do ta përqafojnë jo vetëm një deg, por shumë deg të Universitetit të Vlorës, pa që nevoja për të studiuar jashtë saj. Ju falenderoj për lidhjen dhe për kohën tuaj. Faleminderit shumë dhe unë ju falenderoj për kohën televizive që më kushtuat dhe për vëmendjen që i kushtoni arsimit të lartë në qytetin e Vlorës. Ju përshëndes.